Flamuri u afshehën, por shqiponjat askush nuk i ndal që të zbrezin në fush. Serbët nuk e vendosën simbolin e shqiptarëve në stadiumin Dubočica në Leskovs, por këtë gjë do ta bëjnë nesër mbrëmë para se ndeshja të nisë. Skuadra kuqezie kreu stërvitjen e fundit para sfidës ndaj serbëve në ndeshjen kualifikuese për kampionatin botror. Se kjo nuk është një sfidë si gjithë të tjerat, e pohon përgjithësi Silvinho. Sot për sot kjo është ndeshja më e rëndësishme për ne. Kjo sfidë është emblematike, mbart prapa vetes një histori, është sfidë e bukur për të luajtur. Në çdo moment dihet një aromë ndryshe që nuk përjetohet në sfidat e tjera. Trajneri brazilian tregohet i matur në konferencën për medje, por e di mirë rëndësinë e kësaj sfide. Kush fiton nesër ka përqindje më të madhe për pozitën e dytë. Kjo është e qartë. Futbolli është i paparashikueshëm. Çdo gjë mund të ndodhë brenda 90 minutave. Ne duhet të luajmë me intensitet dhe zemër, pastaj të shohim se çka do të ndodhë. E më i drejt për drejt në fjalët e tij ishte Elsejt Hysaj, futbollisti që ishte pjesë e Shqipërisë edhe në sfidën e ndërprerë në vitin 2014. Për mua tani emocionalisht është gati e njëjta gjë, sepse me vërtet po përjetoj të neshje shumë emocionalisht, se është një neshje shumë e vështirë dhe e bukur për ta luajtur dhe me zor përpresë që në fushë nesër. Ndeshja Serbi-Shqipëri zhvillohet të shtunën me fillim në ora 20:45 dhe transmetohet ekskluzivisht në Klan Kosova. Të dy kombëtarët janë në garë për pozitën e dytë në grup për të shpresuar në kualifikimin e kampionatit botror të vitit 2026.